Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Edhe pse ishte kundër lidhjes, më në fund vëllai i Fabiolës bëhet mik i ngushtë me Adionin. Dinamika familjare mes Olës, partnerit të saj Adionit dhe vëllait të saj Fabianit ka marrë një kthes tërësisht të papritur dhe plot humor jashtë kamerave të fermës. Për të gjithë ata që e mbajnë mend, Fabiani u kthye në një nga personazhet më të komentuar të formatit kur vendosi të futej papritur në fermë për të ndaluar romancën e së motrës. Asa kohë, ai u shfaq krejtësisht kundër këtij raporti, duke i kërkuar llogari Fabiolës dhe duke insistuar se ajo po humbiste dinjitetin pasi Adioni nuk po e respektonte. Ishte pikërisht ai takim ku Fabiani lëshoi edhe fjalinë që u kthye në një batutë virale në rrjet. Nëse një zog bie në dashuri me një peshk, cila është zgjidhja? Megjithatë, koha ka treguar se gjërat kanë ndryshuar në 180 gradë tashmë që marrëdhënia është zyrtarizuar. Fabiola ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një sekuencë mjaft komike që dëshmon se dy djemt e kanë gjetur tashmë gjuhën e përbashkët. Në videon e publikuar, Adioni dhe kunati i tij Fabiani shfaqen të ulur pranë njëri tjetrit duke shijuar një ndeshje me videolojra. Për ta bërë postimin epik, Ishfermirja ka përdorur si sfond akustik pikërisht zërin e të vllait me pyetjen për zogun dhe peshkun, teksa vetë shfaqet në plan duke qeshur me këtë situatë. Kjo lëvizje tregon se kapërcimi i atërmbetjeve të vjetra po kalohet me mjaft sportivitet dhe ironi brenda familjes së tyre.